E po gushë bardha si dëbora. E keni gjuar të këngën? Është këngë jugu kjo. Gjan e gjan vetulla holla. E pikërisht me këtë këngë do doja të përshëndes Dolce në Itali. Edhe t'i uroj qaste të bukura, është duke shijuar atë Grande Fratellon, që nuk i plas fare për Big Brother VIP Kosovën. Skenari është shumë i lexueshëm. Do me thënë duket që në qiell skenari. Do të thoni pse. Tani për të qenë koherent, për atë se çfarë un kam folur ditë më parë, i keni videot në YouTube në kanalin Monitor TV, pikërisht videot të Edit edhe të Dolces që unë e thash. Të hënën Dolce nise drejt Italis të dielën. Do të futet në Grande Fratello. Prej në Grande Fratello do të rinja 2 ditë dhe do t'jepet një video në Big Brother VIP Kosovën kundër drejt Edit, sepse na duhet shikueshmëria. Dhe do shohim si do vepron Edi, çfarë do të thot Edi, cila do t'jenë bindjet e Edit për Dolce në Grande Fratello. Edhe pse unë e thash që nuk do t'jepet e tër situata, do me thënë nuk do t'jepen deklaratat e Dolces, nuk do t'regojnë se çfarë ajo në të vërtetë atje, por vetëm momentet e bukura, që në fakt Edi nuk është i informuar për deklaratat e Dolces. Dolce si që duket më shumë e ka gjetur vete në Grande Fratello, se sa në Big Brother VIP Kosova 4 dhe për këtë gjën unë e përgëzoj, këtu nuk ka asnjë gjë të keqe, se në fund të ditës, si Dolce, si Edi, si Bia, si të gjithë banorët brenda shtëpisë së Big Brotherit kanë një qëllim të vetëm. Dhe qëllimi i tyre është ky, që të marrin atë që ato dëshirojnë ta marrin dhe të arrijnë në kulminacionin e tyre. Dolce në këtë rast është e bekuar, është e ëmbël, është e dashur dhe po e shijon pafund qëndrimin e saj në Big Brother VIP Kosova, por tani në Grande Fratello. Do të flas pak për Edin. Edi mbrëm, Edi është shumë i sinqert. Do të thoni pse është shumë i sinqert, duke që në mimika, duke që në lëvizje, duke që në mënyrën se si interpreton gjërat. Ai mbrëm ka folur gjatë gjithë kohës për Dolcen. Kur ishte në verandë së bashku me Hygertën, së bashku me Albën, thonte që ato meshkujt atje në Itali jam i bindur që nuk e ngopin syrin e Dolces. Dolcia do një mashkull si unë, një mashkull që është i fortë, e tjerë, do me thënë, Edi si që duket e mori me shumë xhelozi këtë punën e Dolces. Unë mendoj që produksioni është duke luajtur pafund me Edin dhe me ndjenjat e Edit, sepse nuk tregohen gjërat ashtu siç janë, nuk i tregohen gjërat ashtu siç në fakt duhet të interpretohen tek Edi, por Edi ka rënë viktime kësaj loje. Tani Dolce do del të premte nga Grande Fratello dhe me patjetër që do të kthehet të shtunën, do të futet në shtëpinë kapsul dhe të hënën do të futet përsëri në Big Brother VIP Kosova 4. Tani, a do t'i tregohet e vërteta Edit dhe a do të ndryshoj lidhja mes Edit edhe mes Dolces? Nga ana e Edit nuk shoh një ndryshim të lidhjes, të emocionit, të dashurisë. Por nga ana e Dolces shoh deklarata të forta dhe unë mendoj që Dolce është duke luajtur një lojë interesante në Grande Fratello, që vetëm e vetëm të qëndron ndoshta sa më gjatë në atë shtëpi, edhe pse ju e keni kuptuar Grande Fratello është drejt fundit. Në me thënë është drejt përfundimit të sezonit të tij. Por nga shikueshmëria që ka rritur Dolce në Itali, në me thënë e ka rritur shikueshmërinë 2 fish në Grande Fratello, ndoshta Grande do të ketë një interes për ta mbajtur, por mua më vjen shumë keq që në këtë mes Edi ka rënë viktim dhe i shoh fansat e Edit pak të heshtur dhe nuk bëjnë asnjë lloj lëvizje për t'i dhënë një informacion Edit nga jashtë se si qëndron puna. Edi mbrëm u lëndua, nuk është se u gëzua aq shumë, tani ta flasim realitetin. Unë shoh dashuri të sinqert nga ana e Edit, por nuk shoh dashuri të sinqert dhe një bindje të vërtet nga ana e Dolces. Do thënë Dolce është në një situatë që ajo ka qëllimin e saj për të arritur misionin me të cilin ajo ka hyrë brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Nuk shoh që Dolce do ta vazhdon dashurinë me Edin jashtë edhe pse Edi është shumë i prerë, por
nga e premtja mund të ndryshojnë gjërat në qoftë se vëllau i madh shfaqë një videoklip me momentet që Dolce ka shijuar në Grande Fratello dhe me atë se çfarë ka thënë. Mbrëm lëvizjen e Edit unë e pash si xhelozi, do të thënë pash xhelozi në sytë e Edit, pash një mërzitje deri diku shpirtërore, por pash edhe një lumturi që Dolce do të kthehet. Do të thënë Edi është më i sinqert në këtë mes në raport me Dolcen se sa Dolce. Tani kjo është bindja ime dhe besoj që dhe ju keni të njëjtin mendim si unë. Ndërsa Dolce sikur e shijon momentin Grande Fratello sikur e ka mbyllur misionin Big Brother VIP Kosova dhe sikur nuk e din që do të ketë një kthim mbrapa. A mendoni që kjo lidhja do të vazhdon nga e premtja dhe ditët në vazhdim?